Shkurtimisht pse po organizojmë ne këtë fushat. E kemi nisë, sigur tha dhe profesoresha disa vite më përpara, me iniciativa shumë të thjeshta, ndoshta me disa vizite që kemi bërë edhe në Shqipëri, edhe në territoret e tjera shqiptare jashtë dhëut, po synojmë të jemi sa më shumë aktivë dhe sa më shumë dobishëm për zhvillimin ekonomik dhe zhvillimin social të familjeve tona, duke u fokusuar te zhvillimi i turizmit. Zhvillimi i turizmit nuk është një fushë e cila është monopol i sipërmarrësve të mëdhenj, i atyre që kanë lek shumë edhe që mund të investojnë, apo i institucioneve të rëndësishme publike, qendrore dhe lokale, sikurse është qeveria në qendër, ashtu edhe komuna në nivel lokal. Po ne synojmë me përfshi sa më shumë individ dhe sa më shumë njerëz, po ashtu edhe sa më shumë të ri, ashtu sikurse synojmë përfshim edhe sa më shumë familje në zhvillimin e turizmit. Zhvillimi i turizmit nuk u përket vetëm atyre sipërmarrësve të cilët kanë investuar nëpër hotele, nëpër motele, nëpër komplekse të mëdha turistike, po turizmi është një fushë e cila mund të sjellë dobi dhe mund të zhvillohet edhe ku mund të investohen energjitë tona, energjitë e familjeve tona. Ne kemi pak të zhvilluar turizmin familjar, po synojmë ta zhvillojmë të përfshijmë sa më shumë familje. Çfarë po organizojmë ne me fushatën fto sa më shumë vizitorë në Shqipëri, bëjmë ndër vendin tonë, fto sa më shumë vizitorë, sa më shumë njerëz. Synojmë të forcojmë shumë fushatën e marketimit kalimit fjalës, ose italianët e thonë pasaparola, domethënë kalimin e fjalës. Si po organizojmë këtë? Po organizojmë në mënyrë sa më thjeshtë, sa më praktike, sa më konkrete, reale, të prekshme. Sa më shumë përfshirëse, si shumë nxënës të shkollave të mesme, sikurse jeni ju, po ashtu edhe student, po ashtu edhe të rinj, të cilët ndoshta nuk janë të angazhuar nëpër shkolla, edhe individ tjerë në mosha të ndryshme, po përfshihen duke shkruajtur letra dhe duke shkruajtur kartolina edhe duke dërguar kartolina. Po jo vetëm kartolina dhe letra, kështu letra me zarf, ndërsa gjë shumë e bukur. Nëse do përfshihemi edhe te kjo fushata e shkrimit dhe dërgimit të letrave, ku evidentohen pikat tona të forta, ato që janë vlera, jo vetëm vlera turistike, po ato që janë edhe vlera kulturore për ne, vlera historike, po edhe vlera kulturore vlera kombëtare, e cilat ti përcjellim edhe te komet tjera. Duke shkruajtur edhe duke i futur në zarf dhe duke i dërguar me postë, por nuk është vetëm kjo. Ne jemi në epokën e zhvillimeve digjitale, në epokën e zhvillimit të teknologjisë një nivel të jashtëzakonshëm, kryesisht të zhvillimi i rrjeteve sociale. Ne punojmë ditë për ditë në Facebook, komunikojmë ditë për ditë në rrjetet tjera sociale. Edhe këtë lloj komunikimi ne ta shfrytëzojmë si energji pozitive për ta përcjellë si një investim në gjithë këtë fushat të madhe marketingu që po i bëjmë territorit të mbar kombëtar, territorit shqiptar. Do na vinte një diçka e madhe pozitive nëse do na vinë sa më shumë vizitorë në Shqipëri. Ne synojmë të kemi 1 milion e më tepër vizitorë vetëm për kësaj fushate marketingut, ku janë përfshirë jo vetëm shkolla mesme Kashari dhe shkolla mesme Vitrina, po do jenë përfshirë gjitha shkollat e mesme të Republikës, e kështu më tej edhe institucione të tjera, po edhe individë dhe familje të tjera të çdo lloji zone. Në Facebook ju keni mundësi me dërguar një fotografi në formën e një kartoline apo disa fotografi, disa grup fotografish me përshkrimin e caktuar, në gjuhën shqipe për shqiptarë që janë brenda dhe jashtë atë dheut. Si mund ta quajmë jashtë atë dheut, se e kemi i çik problem se këto territore shqiptare janë jashtë shtetit tonë, po edhe do të quajmë edhe. Po edhe shqiptarë që nuk janë vetëm në Kosovë, Maqedoni, Malzi apo në territoret që janë territoret e veta, po edhe shqiptarë që janë në diasporë. Shqiptarë që i gjen ka mos, mendohet të jeni numër për 10 deri në 30 milion shqiptarësh në gjithë botën. Po ashtu edhe emigrantë. Shqiptarë që i gjen në Turqi, ne kemi vizitën tash të fundit të kryeministit në Turqi. Vërvitet një numër prej 5 deri në 10 milion shqiptarësh që janë atje të vendosur për lloj-lloj arsyesh historike, po ata janë potencial për neve, janë potencial edhe ekonomik. Sa më shumë turistë të vizitojnë Shqipërinë, as më shumë të ardhurat do kemi. Nëse ne kemi një numër 1 milion shqiptarësh ose 1 milion vizitorësh, që nuk janë vetëm shqiptarë, por janë edhe të huaj, që na vinë neve në Shqipëri, janë një shifër rreth 10 milion euro. Nëse e shumësojmë vetëm për 10 euro. Llogarisim vetëm një ditë na vjen një vizitor për këtyre 1 milionëve dhe ne kemi 10 milion euro shifër. Po çfarë është kjo 10 milion euro shifër? Ta mendojmë në konceptin e investimit për vende të reja pune.
Ne kemi shumë të rinj cilët janë nëpër shkolla, janë shkollë të mesme, aspirojnë për të vazhduar shkollën e lartë. Janë shumë të rinj tjerë që janë studentë dhe vazhdojnë shkollën e lartë, por kanë nevojë për të pas një vend pune për të mbajtur ato financiarisht studimet e tyre dhe mos ngarkojnë financiarisht familjet e tyre. Po ashtu kemi edhe studentë cilët janë diplomuar, një pjesë e tyre kanë zënë punë dhe një pjesë e tyre janë pa punë. Po tagri i zhvillimit ekonomik dhe i hapësirave të reja për vende të reja pune nuk i takon vetëm sektorit publik, qeverisë, qendrore apo lokale apo sipërmarrësve apo biznesit. I takon kujtdo, është një sfidë për këdo. Atëherë le të përfshihemi edhe ne te kjo lloj sfidit. Edhe të kontribuojmë sa më shumë. I kemi në dorë ne të shumëzojmë gjithë këto energjitë pozitive që i kemi ne, edhe t'i vëmë në dispozicion si investim për mbarvajtjen e gjithë kësaj fushate. Një fjalë e mirë thot populli bën shumë të mira. Populli shqiptar është shumë filozof, është shumë i ditur, është mendje ngritur. Edhe i ka lënë disa kode filozofike, kode psikosociale, psikologjike. I ka lënë edhe në fjalët e veta, edhe në fjalitë e veta. Ai kur thot një fjalë e mirë bën shumë të mira, do të thonë një investim i mirë bën shumë të mirë, krijon shumë hapësirë. Kemi një model që është unik, edhe kemi në rajonin tonë, kemi në Turqi. Unë kam qenë disa herë në Turqi edhe ka një kulturë të jashtëzakonshme shërbimi. Edhe janë përfshim të gjithë, domethënë. Edhe mosha që është pak a shumë mosha juaj, punojnë part-time. Edhe është krenaria është shumë bukur kur ato edhe rinia janë përfshim, janë shumë dinamik. Se kanë kuptuar se është sfida e zhvillimit të tyre kombëtar, edhe turizmi. Hajde ta përfshijmë edhe ne, ta bëjmë si sfidë. Na mungon një element kyç në zhvillimin e turizmit, i cili është shumë i padukshëm ndoshta, por është shumë i rëndësishëm në lidhje në zinxhir të shërbimit në turizëm. Mungon zanati ose profesioni i udhërrëfysit turistik. Kush është udhërrëfysi turistik? Udhërrëfysi turistik mund të jetë secili prej jush. Është ai që e pret një turist, edhe e merr edhe i tregon vendet e bukura, i tregon disa informacione, i tregon për vlerat tipike të asaj zone apo të zonës tuaj, gatimin, traditat etj. etj. Nuk është një person që ka në gjithë bagazhin e vet, gjithë arkivin e shtetit apo arkivin e historiografisë shqiptare, po është një person i cili është i pajisur me sjellje të mirë apo mirësjellje, me kujdesje dhe përkujdesje për turistët. Ne jemi po ato shqiptarë se ka shumë paradokse. Edhe duhet shumë kujdes me analizu, edhe me kuptuar se çfarë karakterit kemi ne, domethënë, po edhe le të fokusohemi edhe te edukimi pastaj. Ne jemi po ato shqiptarë që nalim në rrugës kur diku i bjen goma makinës në rrugë, mund mes rrugës edhe të nalen 10 makina për herët për me ndihmuar një person që nuk e njeh fare. Nuk e njeh. Ndoshta mund të mos jetë edhe shqiptar fare. Shpirti i solidaritetit apo bujararia apo njerëzidheku. Kurse kur vjen puna për ta pritur një turist, ai i cili po lën financa këtu edhe po hap një vend pune dhe po i bën nder dikujt tjetër, ndoshta edhe ty, po edhe dikujt që ti nuk e njeh. Ndoshta po ja ndërton një shtëpi të re, një çiftit i cili mund të jetë edhe një çift i shturë nëse s'ka një shtëpi, e kështu me radhë. Nuk e presim mirë, s'kemi përkujdesje, nuk kemi mirësjellje. Ja hedhim atë menyn atje te tavolina. Pram me forcë. I çik më me forcë sa kjo, po unë kisha problem me ty se ky zonin e kam kujshi. Sigurisht edhe juve ju kemi kujshi këtu apo jo. E kujshit mirë. Se ajo mirësjellja duhet me filluar çete kujshilleku i mirë apo jo, le të përkujdesemi pra se na intereson, fundi na intereson edhe neve, na intereson me e ngrit maksimalisht mikpritjen si vlerë, jo si mit. Unë jam i gatshëm ju përgjigj çfarë do lloj pyetjet, nëse ju keni apo opinionin. Mund ta shtjellojmë edhe hap pasaj me pyetje përgjigje. Doja që t'ja jepja fjalën dhe drejtorit të shkollës së mesme të bashkuar të Kasharit për të thënë dhe ai fjalën e vet dhe pastaj kalojmë tek pyetjet. S'pare njërë mes emocionet dhe kënaqësisë, dhe të shpreja shumë falënderime për mikpritjen e ngrohtë që na krijuat si staf dhe si nxënës. Së dyti, shkolla jonë e Kasharit është e mesme e bashkuar, ka një staf për 36 mësuesësh, rreth 600 nxënës. Për herë të parë është matura në shkollën tonë, si vjet për herë të parë, kemi 3 matura me 80 nxënës gjithsej. Dhe në emër të gjithë maturantëve dhe të stafit mësues, ju përgëzojmë.
Shkolla jonë, si shkolla re, kërkon të promovohet dhe ku ka më mirë se sa promovimi të vje nëpërmjet Universitetit Vritinës. Ne ju garantojmë që për nxënësit e shkollës tonë, Universiteti Vritina do të jetë një derë më shumë e hapur dhe juve ju premtojmë që do jemi gjithmonë të gatshëm për të bashkëpunuar në të mirë të arsimit, në mënyrë të edukimit. Edhe njëherë ju falenderoj gjithëve. Si mund të ndihmojmë ne konkretisht në këtë nisëm? Pyetja i drejtohet? Drejtorit të shkollës. Po. Okej, faleminderit. Si ta bëjmë, çojmë në kamun, po i takon me këtu i shpinën. Mirë. Mos e luaj, s'ka problem. Është shumë e thjeshtë. Te rrjetet sociale, ju harxhoni 1% të kohës tuaj ditore duke komunikuar. Pastaj në komunikim lidhen edhe njohjet, shkëmbimi i ideve, informacionit, miqësive, dashnive etj etj. Edhe le të ndodhin këto sepse shikoni, dikur njerëzit njiheshin edhe komunikojnë me njëri tjetrin me gjeste. Dikur që nuk ishte shumë larg, dikur para një 50 vitesh, profesorë mund të kujtohet koha e aksionit. Po para kohës aksionit ishte kjo koha e gjesteve. Më kujtohet ai filmi me Dilicën, Cuca e Maleve, ku Murrashi i lën Dilicës një shami si sinjal për të lidhur masanoj më avon me ta etj etj. Masanoj filloi koha e aksioneve, ku njerëzit njiheshin në aksione. S'kishte pra Facebook, s'kishte as rrjete sociale, po njerëzit njiheshin, krijonin miqësi, masanoj dashni, masanoj edhe familjet e arshme nëpër aksione, nëpër pastaj filluan kinemat. Njerëzit, sidomos vajzat po edhe djemt kërkojnë lejet e prind se po shkojnë kinema, dhe aty shkojnë kinema, po ato po shkojnë për diçka tjetër, po fundit, edhe ajo pozitive ishte. Tani kanë lidhur këto komunikimin në rrjetet sociale. Edhe është ndikur i kam pas paraqytur, thosha po çan këto, po atje, po atje. Po realisht unë e shoh si një zhvillim të jashtëzakonshëm, i cili pikë pari i ka lidhur njerëzit më shumë, edhe ka bëhet komunikojmë më shpejt edhe më shumë, në mënyrë më intensive. Le ta shfrytëzojmë gjithë këtë mundësi që kemi, edhe si mundësi komunikimit personal, po edhe si një mundësi marketingut për gjithë territorin e Shqipërisë. Sepse nëse ju flisni mirë në Facebook, edhe përcjellni foto më të bukura të Shqipërisë, edhe te walli juaj, te muri i juaj, te profili juaj, ju keni bërë bollë shërbim vendit. Nëse ka 1 milion shqiptar që flasin mirë për vendin e vet, mos mendoni se do flasin mirë 3 milion shqiptar për vendin e vet, sepse neve na ngulit gabimisht, ndoshta me qëllim kes për X, nuk e dim se për kuj, ose s'duam ta dim, se fundi nuk na intereson me u fut te kjo pjesë e cila besoj se mund të jetë krejt energji negative dhe humbje kohet, nëse ne do merreshim, po kush na futin mend të shtimë thonë se ne shqiptarët jemi racë keqe, jo më ne jemi racë e mirë fort. Ne jemi shumë inteligjenta, ne jemi shumë të zgjuar, shumë dinamik, shumë të pashëm, ne kemi gjitha të mira. Çështja është ne të fillojmë me kuptuar se ne jemi të mirë. Ne deri tani s'kemi arritur me kuptuar se ne jemi kaq të mirë. Ne kemi një vend që është i jashtëzakonshëm, vend shumë i bukur. Vend i cili nuk është vetëm për neve, po mund të jetë edhe për vizitorë të arshëm. Edhe le ta promovojmë këtë vend. Le ti promovojmë këto vlera ku i kemi, ku si kemi, prej në Bregdet, në Fush, në Kodër, në Mal, Malsina e tjera, dhe ta reklamojmë sa më shumë. Ju keni mundësi këto fotot me fut një ftesë të vogël aty të bukur, edhe me aqu në anglisht një anglezit, apo një angleze, se është e rëndësishme të jetë vetëm mashkull, se mund të keni misina ka mos. Po nëse bini dakord, ju djemt bëjoni vajza angleze, ju vajzat bëjoni djemtë angleze, e kështu me radhë. S'është e thanën kjo, po është e thanën se nëse e përcjell një foto të një vendi shqiptar, po ta njohin ato se është një vend shqiptar, me një përshkrim të vogël poshtë, do kishit bërë maksimumin e maksimumit.